Përshëndetje miqtë dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Vetëm përpara disa jave, këtu në live me Odetën, ka qenë Liliana Onuzi, një motor e cila ishte në kërkim të vllajit të saj Gentian Onuzi, i cili kishte humbur kontaktet me familjen nga Greqia dhe nuk dihej se çfarë kishte ndodhur me fatin e tij. Motra Liliana, teksa më tregoi historinë, padyshim ngriti edhe disa akuza për miq dhe shokët e vllajit që jetonin dhe kishin pasur kontaktet e fundit me Gentianin në Greqi. Sot një prej shokëve ka reaguar dhe kërkon që të jetë pjesë këtu në live me Odetën, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur episodin kur një motor ishte në kërkim të vllajt, dua të prezantoj të short të shkurtër dhe rikthehemi. Lloj kontakti kemi humbur. Telefonatën e fundit me kë e ka realizuar? Atëherë telefonat në datën 16 muaj më mori në mëngjes në orën 8:30. Kështu edhe më tha që jemi pushim, nuk kemi punë, nesër do shkojmë në punë. Okej, tash në rregull. Kurse në darkë na lajmëron një komshia jon, edhe na thotë që Gentiani u largua, nga aty nuk është më. Po ku vajti? Që nga jo ditë ne s'kemi më kontakt me atë. Tani nuk e di se unë dyshoj të disa persona që rrinte me ca çuna peqins, që ato e detyroshin me shku në punë, edhe ishte njëri aty që i gjunte gjithmonë. Por ndalemi pas. Këtë ma ka thënë muaj që i gjunte. Edhe i thash, po bjerë i thash unë ti flas për çfarë motivi të gjuntash, nuk është ai ka marrë pengo se ti ke lidh kontratën me atë, i thash unë. Ati ti jo tha kam frikë se më rref tha pasaj tha po ti plasësh. Mua tani më shkon mendja, nuk është se i kam bërë ai diçka ato peqinsit edhe nuk tregojnë gjë. Edhe thonë që ka hikur. E kuptoj, por këta persona nga Peqini që e detyronin të shkonte në punë, ti dyshon se e shfrytëzonin, që nuk i jepin para? E shfrytëzonin edhe ishte njëri, se ishin dy vëllezër, një që e mori në punë edhe një tjetër, janë dy vëllezër këto. Edhe ai i gjunte gjithmonë ti vllai tim. I gjunte han shpejt, çfarë bën ai, nuk është i mësuar, ai tha mos më merrin në punë se unë nuk e bëj dot ta. Nuk jam i mësuar ta që punoj te duhani. Edhe një herë tjetër tha më ka gjytur me grushta në kokë. Po tani prica i pak nuk është në rregull, përse i gjun një herë? Më kam thënë tha që ka hikur Gentiani, edhe tha e kemi kërkuar tha deri në ora 2 të natës. Po për çfarë motivi e ke kërkuar deri në ora 2 të natës ti? Këtu lidh edhe dyshimi, për çfarë motivi e ke kërkuar, nëse ai është larguar, tha ka marrë robët e veta, tha dhe është larguar. Po shumë mirë, edhe i kemi prit mos vi për shembull ditën të nesme natë, s'ka gjë, edhe kontakt me ato ne nuk kemi. Kanë pirë këto dhe uzun, e kanë rrahur, dhe kanë vjedhur telefonin e ushqysin si qytet, ky hikun të tim pa ditur si Binadeni. Dhe nuk dihet tani ku ka vajtur. Ne ta tim paktën, është gjallë apo e kanë vrarë. Atë natë kishin fest greku, ishin pushim. E qartë. Ashtu dhe. Kishin pirë dhe ishin zënë. Ne si prindër, ne dyshojmë, mos i kanë bërë në diçka. E dëgjuam Lilianën së bashku edhe me babain e saj, teksa treguan historinë e djalit të tyre Gentian Onuzi, i cili ishte larguar me punë sezonale drejt Greqisë dhe kishte humbur çdo lloj kontakti me ta. Në të vërtetë, Gentiani është gjetur, është shëndoshë mirë, ai është rikthyer pranë familjes vetëm përpara disa kohëve dhe shpeshherë ju më qortoni që çfarë ndodh me këto raste dhe pse unë nuk i bëj publike. Por për të respektuar vendimin e familjarëve, ata nuk duan ndonjëherë që kur gjërat marrin zgjidhje t'i bëjnë publike dhe unë nuk i detyroj dot. Dhe pse do doja që një pjesë e mirë e punës time të jepej live dhe të tregoj që kjo dritare ka vlerë, respektoj vendimin e familjarëve. Por dua të them që Gentiani, i cili u kërkua këtu në live me Odetën, është shëndoshë mirë dhe është kthyer pranë familjes. Por ai live kur ne bëm kërkime dhe filluam punën tonë investigative, solli probleme dhe të personat që u përmendën, sepse ndodh shpesh që në këtë histori njerëzore, teksa ti dëgjon një rrëfim të një personazhi, padyshim që ai do përmendi dhe emra të tjerë. Ata persona mund të lëndohen me të drejtë apo pa të drejtë, nuk jam askushi të gjykoj dhe të paragjykoj histori që trajtohen këtu në live me Odetën, por
duhet i dëgjojmë dhe zërat e tyre. Ndaj shoku i Gentianit, Bujar Bajrami nga Peqini, i cili u akuzua të ditë këtu në live me Odetën, kërkon që të reagojë dhe të tregojë të vërtetën e zhdukjes së Gentianit. Pse Gentiani Jonuzi u largua dhe humbi kontaktet me familjen, kështu që hap dritaren dhe ftoi. Përshëndetje. Përshëndetje. Por çfarë ndodhi atë natë në Greqi mes teje dhe Gentit dhe shokëve të tjerë nga Peqini, që ai u zhduk për ditë të tëra? Gjëndo, unë jam në Peqini, unë jam ai çuni që e kisha Gentin punë. Ai që dite veni këtu, ai la të dy rrugët, si Gentin edhe të çunin tjetër, i la rrugët. E sot e kësaj dite mund dele motra Gentit, e në flet për muve budalliqe për çarshye. Ajo në fakt kërkoi ndihmë që kushdo që e njihte vllajën e saj ta telefononte. Po jam mërzit jashtë mase se ndihmova me gjithë zemër, me gjithë shpirt, se që i çun tjetër që i pruni ato këtu, se unë video sot e pashe, ka pa i çuni që e kam ndihmu unë, që me Gentin bashkë që e ndihmova, e në me mojnë telefon sot e në me tha, jari tha, shuk, tha, Genti ka po tek, tha. E në ma nisi videon edhe pash videon edhe u mërzita jashtë mase. Se njëri që e kam ndihmu, nuk mundet bëj mu kësoj gjanash. Të mbara ca ditë para 2 javësh isha në Shqipëri. Nuk kisha, se ta dijet dhe kisha këtyje tjetë do t'ja rëftoja sytë, si Gentit edhe motrës Gentit, edhe tjatit Gentit. Se unë nuk jam në ato quna, se unë kam ndihmu shumë quna. Jo veçëm në Cariku, se kam pas shumë quna nga Cariku këtu, po nga Korça, nga Lushnjë, kam pas nga Kavaja, kam pas quna që kanë qenë këtu, i kam ndihmu me shumë gjana, me shumë gjitha, me gjithë gjanet, i kam ndihmu me leke, me gjana, me tashën te. E nuk i kam bo asë njëri të faj që ti bëjë kështu. E në mbel moja ka unë, i ka gjyt, i ka bo, unë si kam gjyt asë njënit. Mu më prezento Gentin tu, balë për balë, qofë se mu Gentin thot që më ka gjyt piloni, unë e varë vetën të militarë. Për naj, se kam ndihmu, jo për naj gjo. Bujar, qetësohu, absolutisht mund të ndodhe një keq kuptim. Mendoj që një motor që i ka humbur vllai kërkon ndihmë, tregon që kush janë personat e fundit që e kanë takuar, ajo ngriti akuza dhe dha dyshimet e saj, por nuk vuri gishtin ndaj teje. Prandaj të them qetësohu. Rëndësi ka që Gentiani është shëndoshë mirë dhe është kthyer në shtëpi. Ky është lajmi më i mirë. Mu bo tjeti se unë e kërkova se i kupite nuk dite qa bote. Plus, a i futin e shërë muve këtu. A dite una ishte fest këtu. Ka marrë nusën, ka lëmojt, kam i këmplash. Po këtheja mu në orën 8:30, Genti kishte marrë robet ke shpia, kishte marrë robet të veta të shongton e në kishte i. Edhe kishte i ke supermarketi, kishte gacmu gurën dhe uj, për na kishte i Genti. Jo që e përzuna unë Gentin. Pra, ju s'keni patur asnjë konflikt me Gentianin, ai është larguar vetë. Ai u largu, po ta them, ai u largua ditën nga këtu se gacmoi nusën e tij ke supermarketit. Kishte shku ke supermarketi për dhe, e ne kishte gacmu të ne kishte thonë natë që rasun i çokoladë, natë që rasun këtë, natë që rasun këtë, natë që rasun këtë. Ai kishte thonë ik tha, do të them burrit tha. U vi una ndark, më thret mua ajo ka kështu ka ai kontori që keti e ty thonë, kështu thonë. Më thash ka ik, thash unë nuk e di ka o, thash nuk pa gjej. E në unë thash ndryshkoja, thash unë, mos i ka bona i gjo ky greku burri kësaj, thash unë Gentit, mos i ka tërgu kjo burri vetë, thash unë i ka bona i gjo. Plus, ka dite që i ka ik, ka lënë në lek borç ke supermarketi, me gjitha ta unë se kisha problem, ja lava unë lekët. Po jo dali mu të më thot që ai çuni në Peqini i ka gjyt, për çfarë arsye i kam gjytur në aty. Edhe me zorën e me dhullun, unë nuk e kam marrë asnjëherë atë. Ka dash, ka ardh, s'ka dash, sa ai nuk punonte për mua, unë nuk kisha në interes nga ai. Por pasi Gentiani u largua, ti ke folur në telefon me të? Jo, fare. As nuk më ka marrë telefon, se as Facebook nuk e kam. Atë Facebookun që kam unë atë atit, as nuk kym para në linjë. Megjithatë ai kishte ikë. Unë e kërkova, kishte ikë për Shqipëri pastaj. Po mi nuk mirë të do t'i telefon ai, thoshte o jare, unë e nga Shqipëri. Unë morë nga tjetër vesh kush që i kishte ikë Shqipëri. Unë nuk morëm gjo telefon muaj. Me morë në tjetër vesh kush, në shoku im që unë kam në Cariku. E qartë, i dashur Bujar,
ty të ka ngelur qefi me Gentianin? Po, jo me Gentianin, me motrën atit, se mbuni gishtin mua jo. A i çuni ka nga peqini, tha, i ka gjujt, tha, e ka marrë me dhullën punë, tha, edhe ka rash masa atër, se unë kam dimu. Jo, ten, po kushdo që t'ishte, se në unë ku ka marrë fillin pare këtu, mua shumë kanë dimu. Pa ma nuk e kam bona i gishtin që ku ka marrë. Ajo është bazuar nga fjalët e vllai, që vllai kishte thënë në telefon, që nuk ndihesh mirë, edhe kishte treguar konfliktin që kishte pasur me ju. Se për çaj i ku zoti merr vesh. Kur unë e marrë vesh për çka kishte ik ai kishte ik se kishte gacmuar gruan e ujë. I men s'mund t'i kështi do t'i me kot, se kot robi nuk ikën. Unë nuk i bona gjogentit, as nuk i kam gjujt, as nuk me zorën punë nuk i kam marrë, as nuk i kam rap, as nuk i kam shajt, as i gjo. Edhe që ka qenë, edhe që i flise për të mirë, o gantoja mos pisa i pite. A i mirë të dyshonat që i me ratë. Po pëjtë se po logës gjithë ditën i thoja, ato po digjes gjithë ditën dilë thoja unë, për ato 50 euro thoja unë. Edhe ti prishish me në ditës a shumë o gjinov të shumë. Njëse pas njëse ka shumë të martohesh dhe bosh, a shumë të kesh fmi, do 1, 2, 3, do gjithë gjonet të shumë. Me qatë ti përgjigjesh ti të shumë. A ti të nëllë teatr, pëse i flisja unë? Për këtë arsye nuk iku. Jam shumë i sigurt. Pa i iku për arsye që iku gacmoj gruan e ujë. Por konfliktin që ai ka treguar në familje, ju mendoni që ai ka gënjur? Unë thjesht e ndihmova. Ata e la tjetër kush rrugët, edhe unë i ndihmova. Ti mora shtëpi me qira, ja paguajta 2 qira për herë 400 euro. I lidha dritat, i lidha ujtin, i rregullova me shtëpi me gjithë, me kërvate me gjitha, ja rregullova që kishte ke shtëpia. E në ku vjen jeti, ai ku as dritës paguajti, as qerat lënës, qerat i kishte paguajti, dritat nuk i paguajti. Lekët ke supermarketi nuk i paguajti iku. Për çfarë arsye iku ishte mboni domo, se ka shumë 100 euro, 150 euro më tepër, unë se kam problem. Kush i bën vetes vet, ai boni keq vetes vet, të nesër pas nesër më ron prap keq ai, unë nuk e di më mo. I dashur Bujar, ju keni hyrë këtu në live me Odetën për të kërkuar një përballje me të? Ai të kërkoj falje? Ky është qëllimi juaj? Më kanë akuzuar për diçka që unë se kam bo. Jo ma shumë. Se ato emër mbi emrin tem nuk e dishin. Ti i pyete, po nuk ta tha, nuk e dishin emër mbi emrin tem. Unë për naj dola, ku e ngjova videon, u ashu shumë keq. Për çfarë arsye të më akuzoj për i gjokë kur unë se kam bo? Se ta kisha po hajde nuk do ishe sot flisja me ty ballë për ballë. Kush është mesazhi që do përcjellësh për Gentianin dhe Lilianën? Doja të flisja me motrën e Gentit, edhe me Gentit ishin live me mu, edhe dia unë se të çadi flisja. Qoftë se jari si kam to që të thash tyve, edhe si kam bo ashtu qysh thot ai, unë kam edhe tjetër, unë kam shokun e tij që sot e kësaj dite kam bo me letra, poshtë tu edhe kam bo me letra. E qartë, e kuptova. Mirë, Bujar, më vjen keq që je lënduar, por mendo pak ndryshe. Kuptoj që nuk dihesh mirë me akuzat që kanë ngritur ndaj teje, por Gentiani është gjetur, nuk është më i humbur, ai është kthyer në shtëpi, është pranë babait motrës së tij. Do bëhet pamundur për t'u lidhur me Lilianën dhe Gentianin, ndoshta më mirë të flisin në privat se sa në një live ku të degeneroni. E ka parasysh përballje sa të vështira janë. Njëri që është i prekur, Nuk kam gjëja, unë nuk kam pas kujtave të flisni me njëri tjetrin, t'i sqaroni këto gjëra dhe t'i qetësoni, sepse një motor e bëri për hir të vllajt. Mendoj një moment që më shumë bukur, unë kuptoj shumë bukur që e bëni për hir të vllajt. Kur ajo motra, pse s'më mori mund telefon? Më thoshte o ti e kishe Gentin aty po. Ja siroja unë mobi. Përderisa ajo nuk ishte një emër, do thotë s'kishte edhe një numër telefoni. Ajo nuk e dinte që ju Bujar. Unë mendoj, po të flas një motor, ta lëm këtë bisedë me kaq. Një motor hyri në live me Odetën sepse kishte humbur kontakte me vllajin. Ajo u nis vetëm nga bisedat që kishte bërë me të vllajin e saj, telefonatat e fundit ku ai kishte shprehur shqetësime që ishte goditur, ishte dhunuar nga një miku i tij nga Peqini, pa e ditur se kush ishte. Ndoshta motra i tha këto gjëra për të ndihmuar teleshikuesit që ta ndihmonin për vllajin, por unë mendoj që
këto gjëra t'i lëm aty ku janë, e rëndësishme është që ti e treguar një shqiptar i mirë dhe i ke qëndruar afër dhe Zoti ta bëft të mbar, çdo njeri mos mirënjohës në këtë botë, ai i lartë e shikon dhe ja kthen monedhën që meriton, që Zotit këtë gjë, por e rëndësishme është që Gentiani nuk është më i humbur për shkthyer në shtëpi. Kështu që ta jap si këshill, lëri me kaq dhe mos i zjat. Ty hyre në këtë live, bëre mirë që e sqarove, i thej gjërat me detaje që nesër mbi supe mos të mbash akuza të rënda. Kështu që qetësohu dhe Zoti ta shpërbleft. Ros, faleminderit. Të falenderoj dhe unë. Ne faleminderit që më kontaktove. Të përshëndes. Mirupafshim. Mirupafshim. Edhe unë. Nuk kam pasur më që të martoha. Ditën që të martoha shumë, ajo anulloi martesën. Sa bëjmë çdo mohabet, çdo shumë, gjithë jetën të mlargoj. Ma dhe jo di gjyshi ti e tërsi. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Mirë, ditën e sotme unë do habilitaren për një 65 vjeçar, ai quhet Arben Pojani, i cili do t'rregojë jetën e tij të vështirë. Nuk ka krijuar asnjëherë familje, ka jetuar me prindrit, babain e ka humbur nga kjo jetë dhe sot jeton vetëm me nënën e tij 83 vjeçare, zonjë Zyra, e cila fatkeqësisht ka zënë krevati dhe është Arbeni që kujdeset për nënën. Arbeni ka emigruar shumë herë nga Shqipëria, që në vitet e para të demokracisë dhe jeta e vështirë që ka bërë në emigracion, por edhe në Shqipëri, ndoshta mund të ketë ndikuar pak tek shëndeti i tij mendor. Ka këmbgulur të jetë pjesë e live me Odetën sepse kërkon ndihmë. Unë do hap dritaren, patjetër do e ftoj, do e dëgjoj zërin e tij dhe do mundohem që ditën e sotme të jem e kujdesshme me Arbenin. Kështu që e ftoj më njëherë dhe e përshëndes. Arben, përshëndetje nga Tirana. Më ke telefonuar dhe ke këmbgulur që të flasësh me mua personalisht sepse ndihesh i kërcënuar. Po. Pse ndihesh i kërcënuar? Kush po të kërcënon? Nuk e di. Po që nuk ka di do jo, ka qenë pjesë e gjithë jetës time, po ato i kaluar kështu duke ditur që s'kisha bërë gjë dhe kishin kërcënim në tepër e rrije gjithë se vrisë menin. Por që tash kohë të fundit u bë pa durueshme, u bë që pa jetueshme, pa durueshme. Do më filloi para i muaj që 2-3 ditë më shkëto tas këtë dyqan e bukës. Dilin ka 4-5 gamë, dilin derën aty, me ose të pija kafe, pastaj filloi me 100 metoda, me kode, me edhe lëndë kimike që kam pas për ditshme. Deri ka rrobat nga net. Deri xhupin e ca rroba të tjera, as nuk lashin edhe perën. Lëndë kimike si ke dera, në fillim nuk e kuptoj, vetëm pati që kanë bërë ushtëri atë edhe i di si të mbrosh, edhe zonat e elektricisë, ventilimin, e di. Por është një lëndë që ta them më kujtoj lajm me dikur. Një lëndë që të vinte gjumë. Gjumi son zas njerësh, sikur të gzim gjithë natën që të mbyllën syt me herë. Por kush dyshon ty? Kush dyshon ty se ti bën këto gjëra? Ata do të vinin nga jashtë, nuk bënin këta, partia ka qenë që pash kokën e çunit. Ka qenë mund të rastisht ata se duket mundonin më. Mund të rastisht vetëm kur zbriti ai dhe mos i erdhi ajo. I dashur Arben, të bëj disa pyetje, më lejon? Po, ishin pyetje. Ju me kë jetoni? Jetoj vetë. Por pse je vetëm? Po ajo është, thash pak më parë, jeta shumë nga nuk kam pasur më që të martohem. Ato, si me thonë, 2-3 martesat e parë, më bëshin kështu aksident, se me thonë. Kam qenë gjendje civile në Gjermani, aty martoheshe me gjyq. Ma përvoj dhe gjyq martesën, ditën që të martoheshe, ajo femra të roqi, gjendje civile të roqi, anulloj martesën. Unë nuk e kuptoj, se kuptoj atër, mëndja saj, është saj vinde keq ati në pusit gjermanore, se vajta unë paraqit. Nuk ka problem, rrit 2 muaj pushin, gjuna ke fitu pashaport. Arben, nga këto martesa, je bërë baba, ke fëmijë? Ja, nuk kam pas. Sa vjeç jeni? 65. 65 vjeç dhe 100 vjeç u bëfshit. Jetoni vetëm me nënën? Me nënën, po. Po motra vëllezër keni? Kam i motrë është me gjithë familjen në Kanada.
Ju më treguat se keni punuar në ushtri. Jo thash këto gjërat e puna me këto të kimike i bërën e kena pas me kundër gaz të qenë kohën Beroxhit, se kupton? Ne kishim Jo, ju çfarë pune keni bërë? Çfarë pune keni bërë gjatë jetës? Kuptoni, unë është elektricist. Elektricist. Dhe ti po tregon që ndihesh i kërcënuar. Kjo kërcënimi më i madh është me të lëndë që unë si adilje do të. Por nëna çfarë thot? Por nëna juaj çfarë thot? Po nëna nuk kuptonte gjë, unë gjithnjë bjedhe sa tregoja, unë flia në korridor, ka përgjithë të linte të shpëtonte ajo, rria flia ke shkalla, vetë ta komshin nga pa kush e di me 10 net që shkrisha dyshe me bile, sa s'pat pa dyshe ka gjithë, se gjithnjë kur je poshtë nuk të ka pa i keq. Ose të ka, mësil të sa më, si me thënë më dete, por nuk më bëte dë, që të merte jetën, në thësh. E më kujtot unë, në këtë farfeje si ti, ne të dishme herë me këshu, po më kujtu ka qenë një në Rusi që se që ka qenë ca që i shumë gaz aty në që i zuri gjumë dhe ngellën aty. Atë frikë ishe gjithë. I dashur Arben, mos kjo është... Detyrosh ma telefoni me muzikë mba gjithë i ke veshi. Po da biset e këta, kalosh kush vinte 2 natës, 3 natës, deri në fund që kisha mund si të kuptosh. I dashur Arben, po ti pyesësh këta mund të dinë më shumë për kërcënimet, ko mos di gjë, unë që shok për vete ke pengjere, ka ata mund të pare 100 gjëna. I dashur Arben, por pse duhet të kërcënojnë ty? Ti s'ke bërë diçka të keqe që dikush të vi dhe të kërcënojë. Nuk e kam thënë atyre të parë që thonë, nuk ka pas problemet vogla penale që s'ka të bëj fare, edhe ato i kam përru, ka pas me mendoj shqiptar, ka pas me shtetin Gjerman, për bjetesin e këtë, ato që bëje, nuk me shtetin me shqiptar nuk e pasi si përdu. I dashur Arben, më dëgjoj pak me vëmendje. Mos ndoshta të gjitha këto që ti po më tregon janë thjesht në imagjinatën tënde dhe nuk ekzistojnë dhe frika të ka bërë që të mendosh këto gjëra dhe në të vërtet nuk ka asgjë? Po të ishte kjo, thash këtë mund të vërtetosh këlla, pyet komshit këtu, pyet sa të thonë sa makina kanë dejtu, sa gjeste, sa në shubëj këtu, par shpistit. Ndoshta në këtë situatë në të cilën ti ndodhesh, ne po flasim të dy dhe sinqerisht unë dua të të ndihmoj, por në situatën në të cilën ti ndodhesh i dashur Arben, ndoshta ke nevojë të këshillohesh me një mjek, me një psikolog? Që falemderit, po t'ishe për këtë, më mos kishe marrë fare, thash e policë, që më thash falemderit, mo. Për çfarë do të kem nevojë psikolog kur i gjej që të vaj gjubi që po ta mbaj një dhe bluzë, edhe kjo bluzë, ke një bluzë që kam kanat. Të kam pasë nderë dhe ty, kur ishe për jashtë shpiva kape, nuk e ndira, po erdhe, dhe tash i kam refleksi, gjërët parë si t'i vesh, i marrë, e pëntoj. Po pra, por, në momentet caktuara të jetës tonë, ne na ndodh që mund të kemi ngarkesë të madhe emocionale. Po, këtu desha të dilja. Na ndodh gjatë jetës mund na ndodhi që të pësojmë disfata dhe të përjetojmë dhe të kalojmë në ankth, në frikra, në disfata më të mëdha se kam gjithë. Unë ashtu gjithë jeta ime ka qenë kështu. Unë keq dhe atëra që s'merrem vite keq për nënën, por aty që morën në telefon, si të bëj. Kisha hallë për bukur, këtë punë kam pas gjithë. Tash e nisëm që të kohë rastin e se grusë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, masaj 50 herë, qëse se e femër, dhe sigur dhe Facebook, dhe të dilja pja kafe, bëje gjithë, dhe shifë që të nesëm, s'më flisë me shokët që kam pas, vlezër, të ngushtë, atë ka këtu qefi më shka pyrë. Ka pas rastë, ka pas të të merru, ka qeni brigadirë në punë, unë i veshme me kostume, me shuarë dhe në shtetit, dhe ajo pa më të merru të shumë. Nuk e kuptoj, që ka kjo është? Pse janë larguar njerëzit nga ty? Po larguar e që në mënyrë kështu, të më dhe në shokë si vlezër, si është kjo me ziprisit të takoj, asë më gjesë. Gjithë një dyshoj, ta që nga fundi be kuptoj çdo gjë që të shumë. Por nëna juaj sa vjeç është Arben? 83. 85, nuk ishte të difícil. E qartë, 100 vjeç u bëft nëna. Por ajo ka frikë? Ti ke folur me nënën tënde për këtë lloj problemi që... Ajo continua shetjene kërësore, gjithë një ato dhe ateza do vi ditë që unë dhe kem ato me folë, që qyç flasë me ty. E tisë më vetëm për
Edhe shok që kisha, ky e fundit ishte që më sa kuptova, unë ishte duke të futur me një. Ai kishte veç ishte marrë në Angli, që më për të futur në ato telashët e vetë të fustat e mua. Që duket e kishin posti. Ka të shkuta për 2-3 muaj, të rria gjithë një. Arben, aktualisht i jeton me nënën? Është nëna në shtëpi? Është nëna në Do të dhëmë tjetër, po. Mirë. Do të shikosh. Jo, do doja pak më vonë të flisja edhe me nënën tuaj. Si quhet nëna juaj? Zyra. Oh, Zyra. 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 Zyra, fiksi si nëna ime, dhe nëna ime quhet Zyra. Arben, unë dua të pyes për jetën tënde. Ti je lindur në Tiranë, në kryeqytet? Mund të më tregosh pak për jetën tënde? Jeta ime ka qenë të mas të vjeqarës, pa vetë gjimnaz. Po. Që të përkoj fiksin, si më ka zhjë. Në gjimnaz më kam preashtu në vitë parë, se grisa e fletërfe. Luni fletërfe nuk e marrë në përqe ishte. Më preashtu në vazhdova prapë, arrita në Gjirokastër në vitë 4, se më të asëru babaj në Gjirokastër. Arrita aty marrova gjimnazën. Por, pse në Tiranë të përjashtuan? Çfarë bëje në shkollë? Po viti parë gjimnaz nuk e maj men, se qa, di që në vuni fletërfe dhe grisa fletërfe. Veta poshtë e grisa. Të dhanë fletë rufe për përjashtim nga shkolla. Në qenë sa që vishin atë kohë, e në unë me grisat kaq pa me që nuk të regonin ato të klasë, që mund doli vetëm njeri të regoj, ku të regoj e më ngreshtet, ma i ta që i ka grisë të të. Dhe babaj të çoj në Gjirokastër, të mbaroje gjimnazin. Një vit më dhe pasë babaj u transferu në Gjirokastër, por unë të Radio Tirana, ku qenë gazetar. Si quhet i ndjeri babaj juaj? Hysem Pojani. Hysem Pojani. Hysem Pojani. Dhe ka punuar në radio televizionin shqiptar. Po. Vitet e fundit para se dile presion ka punuar si në Ministri të Jashtëm. Ka qenë në hapi sektor, të ndodhen ato Kosovë. Ato rëmujet, ato demonstratë, ato hapi një sektor të që merret me ato. Arben, pasi vajte në Gjirokastër, si vazhdoi jeta jote aty? Gjirokastër mbaroi gjimnazin, po duke qenë se mund të përsimi kishte dalë shkollë lart, ishte më masëm. Dhe në atë kohë ka qenë një ligj që kush dy nuk jepeshin dy drejta studimi, dy fëmijët nuk shonin këto. Po. Unë automatikisht më thej zolla më mirë ti kisha ushtar sa 30 se i binte të prisja 2 vjet tjerë pas. Se çonin në çoj një kështu bursi që çonin. E në zolla do e kalova vitin e 4 natën dhe ne punova ndërtim një vit për këto bunkerët që bunin bunker, edhe i ushtar. Pas ushtërie, ushtar kam qenë radiotelegrafist që. Po. Po, e di. Mas ushtërie kam punu elektricist. U bëre elektricist? Jo, po kisha fitohë këtë nga që punohë ndërtim, punëtor, nga që kisha dhe këtë radiotelegrafist, e fitohë automatikisht ato kategorinë e ullit elektricistit e fitohë. E qartë, mësove aty dhe u bërë elektricist. Nga marrë se i bje gjerë më thjeshtë sëse në fillohë me kategoritë e ullëtë, sëse në qëtëtun me rogë të madhe. E ka fillu me ato më të elektricist me më të voglin. Si më qenë qirak si me të në Shqipë. Por pse nuk të eci me... Pse nuk të eci me martesa? Çfarë ndodhi me martesën e parë? Se më thej, kanë bërë 3 martesa që kanë dështuar të 3-ja. Në para ka qenë kjo, dhe më sot dhe ato për dyshoj për shumë gjërë. Dhe nuk më kishe vajt një në në për kjo që tash në Gjermani. Kjo dhe më të duke më kalur të jetës, tani më bëjt gjithë lidhe, si punat e kujtë si që në shumë. Ju, në vitet e para të demokracisë u larguat, shkuat në Gjermani? Po, që mu kur hapën ambasadat i kisha me pashaportin. Në vitet 90, me hapin e ambasadave ti u largove dhe shkove në Gjermani? Tentoja me shokë të mi të hyje për këtë ambasadat, kemi qenë në atë këtë ambasadat italiane, u vdim aty ata nuk e ndezër makinë. Pastilë, ishë 30-20 vetë. Edhe gjitha se i kohë për kohë pashaportin. Kohë që morë që kisha pashaportin më hapin ambasadat. Në dhe që të hyma ta të shpërikim dhe që dhe i ka 2-3 javë natë, 2 javë të me. Por ti u vendose në Gjermani dhe si vazhdoi jeta jote në shtetin gjerman? Jeta jote fillim në Itali. Unë arrita në Itali aty, vetëm fati që ka qenë 3 njofte i Jugoslavën, ajo, polja jo, me ato, do të vimojnë të mu.
ajo që logjis vriti ke qyteti im, në Milano, që doja të shkoj unë. Më dhanë me telefonin, tash fis marrë do të se më jetoj me shoqit, do ta di çfarë do bësh, më të jam ndihmon të pak nga ana morale, si më thonë, tregon se imagjino se është. Edhe arrita domethënë aty më morë të kërkova azil, nuk gjeta punë, gjuhën e dia kisha mësuar që në Shqipëri, se kisha bërë afër. Fillova punë elektricist në një kompani aty, që një herë bëshin hotelet, këto si këto hotelet luksose për një instalimet. Po. Edhe për bukuri, arrita me nxjerrë këto si thonë ata nulos në ato që në rregull çdo gjë dokumente, ti kesh po si qytetar italian këtu. Pa pritur ditë do të largohesh nga Italia për 3 ditë për 48 orë, nuk e bëjmë. Po detyrova fati që isha shoku i kuzhinës gjithë, një herë ditë nëse më marrë me makinë. Po kur i kujtojnë se atëra si bëtë pushtim, për shembull tash i thoj ata gjëra mas, nuk do vajtë që u regjistron polici. E polici si që kështu me hedh një gazet në jaku ja bashkë patrioti o të ja një vrarë posh makinës. Ma më daj vëndi ku ishe pjaca Zhorote në qute, dhe ishe shqiptari, kështu dhe marrë gazetën, kësë shqiptari, kështu i vite Jugoslav që në atë. Por, ti shkove në Gjermani dhe vazhdove jetesën tënde në shtetin Gjerman. Jo, i ka nga Italia, mos e vazhdo, po para, se të tregohemi, para se të nisësh në Itali, u kisha folë me vajzë me shërit punës, e kishe që kishim lënë të martoheshim bashkë. Folë me ata, ne kishim lënë të iknim bashkë. Ajo ishte shqiptare apo shtetase italiane? Po, duke të hapë me, kishim punuar bashkë, po kishim ti me qenë si motet. Me la me ata, hajde në shpim të mu që të adhe të një tikim bashkë e shtetit me ata. Po. Edhe fatim të shinisja bëhe nxituar ime se të tregoj gjithë mëra. Unë atë kom thërisën e Tusi. Pse të thërritën e Tusi? E Tusi Shqipë. Unë nuk e kuptuar ashtyre ishte ti ke bërë një raport 3 ditë falsë. E ke bërë falsë, do nuk e ato që e smur. Po. Shte ka bërë falsë, jo, për nuk është një gjë, më të ka kuj 500 leke në fusim në të në kyosha i regjime të kërton. Pusim njerëzit ta bërë në arritur në vetë për të më vitë të kryetare të Tusisë. Flasim për vitet e para të demokracisë, gjithnjë. Vite që merë të në pyte për i gjithë thjesht për 3 ditë raport. Jo, për nuk e kemi halë në ty, për ne kemi grup doktorë që do t'ja falim ata në grup, pas për nëve tjeta do hynë grup të tonë. Së prapsë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë në fundit thjerën me gjithë, të vishme gjithë për një, më bërbam. E po bajmë porositë, do të shohim situatën, do më po të shohim që prano. Po të arritim në mashinë, po bajtë tim mua nuk mashinë. Në fund varja shpjegoja, s'kemi gjë ne si do posim burë të ne, ky është shëmbëllore, ky si të metohë pranët atyne, e po bajmë të tonë firmose, jo pranot. Pranimi ishit firmose. Nuk firmose, e ne prapë të kryetare të si doli jashtë i bajmë, i sa përve nuk kam qenë bëjta, e shpika ca kështë bëjtë nda, e është i zgjuar e kështë, kryetare të si. Por çfarë ndodhi? Ti u dënove apo nuk u dënove për këtë situatë? E qenë ato ditë që para se të hapishin e mësatë. Pata ndalesa, ato ditë, pata ndalesa në rrugë aty kur sot gjykata, një makinë e i burë ndoli aty kërkote letë njoftimin. Kur i ka ardhur kërkon shtëpi prapë kishin ardhur këtu. Të kishin kërkuar. Flasim pa u prishur mirë sistemi, ka ndodhur kjo situatë. Por ndalemi Arben tek njoja me vajzën nga Shqipëria që vendosur të martoheshit bashkë. Që ishte vëzë parë. Me këtë vit në parë sa rrita unë, se duke qenë më imagjino fleshi jashtë, ato peripetësit të lërë për gjatë. Ku arrita në Gjermani që bërë me dhe ato që përzunë, ku arrita në Gjermani ishe më mirë, punova një lokal italian në shumë, dhe me bëra lekët arrita me i blasë një pashaport të rrëtë gjatë shqiptarë, edhe lekët avionët ishe i brua shqiptarë, të rikë në filan vendet është, që pashtë flasim me më telefonës me shpinë time edhe lekët dhe avionin e që të shumë. Ajo nuk e kuptoj, a gënjeva, sot nuk e di, është e vërtetë se me edhesh. Ajo më tha mo e ka i Greqi, dhe është martuar. Unë nëse më mërzita, unë që të bëhet, dhe është. Duke parë që më në Shqipëri si toja, do të arrita me këtë tjetër, të që kjo në ndërprerë gjendit civile. Por grua, flasim për partnerin e dytë. Partnerin e dytë e njofe në Gjermani?
Po, ishte si punë shkesë, ma i shoku me shoqen e vetë, kime që në ashu edhe ajo kishe pasaport në Gjermanë, ose kishe. Ajo ishte shtetase gjermane? Jo, shqiptare. Ishte shqiptare, edhe e dyta ka qenë shqiptare. Por ju shkua deri gati për të vënë unazat njëri tjetrit dhe nuk u realizua ajo martesë. Kjo e mbaruar, si thoshte se me ta shpjegoj që është vendosë gjyqi martesë, që në momentin që gjyqi e jepte që okej, me ka gjejtë në shkrim, ata i quheshin martesë. Ajo anulloi martesën. Por pse anulloi martesën? Të dha një shpjegim? Po nuk kishit me ta tregu tani si provë që se ke kohë. Tu qenë mire, kur bje telefonin dhe e di shketin dhe më hajtë aty mërë të çantë me robe që kene, me spapsha në bojën, me kurim të rezitër që pa bërë asë fjetë. Hajtë ka i themë në thamu, unë pash i mërzitash si kone femet që je ka dhe më dalga, i thash, more i turku në makini i kurdisht, në do më që shko mi hallit, të shpak në shketë se rosha në me shty rrugën marrë dhe i qënë dhe i gocë, ishën aty, i gocë ishë 12 vjeqe, për bese njërës, edhe i qënë ishim, edhe i adoleshat, për të shtyru për mësë mërzitësh. Edhe e që kujtoj sot, kur djese më mërë se shpet, me 220, një pjesë të rrugës, unë dhe nuk dyshoje, një pjesë të rrugës në nga del një makinë ndalume, pa sinjali, pa gjithë, pa të që qenë në autostrada bosh. Edhe kjo arritim me në vërë diagonal. E kuptoj, por në momenti që ti mbërritet tek vajzat e partnerja jote dhe atë tha hajde me rrobat dhe largohu prej meje, ju sa kohë kishit që jetonit bashk? Të fik, 6 muaj, një vit, nuk e marrë dhe fiksë. Dhe pas, le të themi pas 6 muajve ajo kërkoi divorcin prej teje. Po, mas ishim futur e dokumentet një dhe civil. Por të dha një arsye, një motiv, apo nuk? Po nuk e diku në shqyku. Për rritë aty unë që mu duke një aksident, mu duke aksidenti sa ju ma i, po unë një makinë, po makinë Gjermani të le makinë me drita fikët, për sinjali fikët, të rritë, të nësë që. Ne të ku në prishe makina, vini me 3 kopës, 50 metre lërë. Jo sinjalit që të ndesë. E kuptoj. E që kota në nëstratë, me makine... Arben, e qartë, zhonxharje ti sot kur e kujton e lidhë se ndoshta kanë qenë njerëz që ti kanë bërë keq, por... Ka qenë budallane i si punë me nga këta Balkanit, ata e blindorët, ka qenë makine, por... Pak të sinësirja ju më direkt u gjithë, hajde merë atë. Por kur u takove me gruan, çfarë të tha konkretisht, kur u takove me të? Nuk më doli gruan, doli motre vetë. Dhe çfarë të tha? Në stacion trenit ka qenë, edhe sa i vajta për balë, më dhe qanë si qenë. U ngella jërë nga fëndim. Mori thash, s'ke më punë atë, më thëmë, ku është problemi, që ka ndohë? Jo ka që e di unë, dhe mos... Se kështë të vlajë, unë përkatë, me dhe me vlajë të fisës, unë ndryshë, me punë me i. Por më mjetë vlajë, nuk ke punë, por di vetë atë se rojë, s'ke punë me atë. E fillet ti si e njeri mirë, se që një gjithë ti unë, pasha, mësë, por nuk arritë ma fundur. Unë pare dhe është dorë, mora qandër, është i zjata dorë, dhe më bërë më shtype kjo, kur dhe është dorë ma jo, do të hikë të të qafë në nej, unë në historie, aty të shqipë të me se do jupë në makinë. Dhe nga i momenti u ndave përfundimisht me të dhe nuk pate më punë. Nuk ka asë mbjeme, nuk e bajmë atës, që ka më gjithë e civili, atë që më priori, atë do më të e qartë, ka kaluar ka shumë vite sa asë mbijemi nuk jam banë mënd gruas tënde. I dashur Arben, në momenti që u ndave me gruan, si vazhdoj jeta jote në Gjermani? Jeta normale nuk ishe, ato si veçarë, ato që nuk ishe, nuk pata në qëlloj që më cilë këtu mësë. Nuk pata në lidhi në partner stabil. Në Gjermani, sa vite që ndrove në shtetin Gjerman? Një Gjermane që kujtojë sot, ajo doli borshë, kishte dërguar beri komshijës, ditët që do i kjo. Thuj më shkoj në Shqipëri, thuj vitëri këtu, ti ke gjithë ditën vi natën këtu, se të vdesim në bukë Shqipëri. Sot atë e qaja të qënë, ti se kam një gjuhë. Në kohën që ti vendose të kthesh në Shqipëri, një shtetas e Gjermani ishte dashuruar me ju? Ishe i grua, po. Po së më thot direkt, nuk ishte të një shokë, një shqiptare. Që thuj e bërën dokumentet, të vetëm ti ke gjithë ditën nga të vetëm darë në këtu ishte. Se do vdesim në bukë Shqipëri. Në duke dhe që di se dhe e kërë dhe se ke gjë. Sa vite që ndrove në Gjermani?
2-3 vjet. Edhe çudia tjetër që them, ty është erdha këtu. Unë kishe ka pas një... Çfarë viti erdhe në Shqipëri? 94. 94. Kisha 4 vjet që s'kisha. U largove më nga Shqipëria Arben, apo kjo ishte era... Kisha dërmë të largoheshe, çudia është që më ndrojë drejtimi ka qenë i ferm. Unë atë kisha pas disa vjetë shumë partnere. Edhe ishin ndarë, arsyet e saj me shokun time që kishte bërë. Edhe ishin të ndarë, edhe kishe hyrë në ambasadë në Francë, dhe nuk ka 4 vjetë nuk folë mas telefonës, interesoshë se kishim ndarë me të bashkë. Kur kthehemi nga Gjermania, bërë 3-4 ditë tua, ajo ke dera shtëpisë në vjetë që një vogël. Hajtë se pret linda kishe emne, pret linda poshtë, ajo me makinë poshtë, hajde ku je si je, shkojmë gjurë, se po të tregoj me zonë edhe tu. Edhe pim kam. Mos em thot mu si më bësh ti, s'm ka bërë ishe ndarë nga buri, ne bashkë me ashtu, man t'i bëjnë dokumentet ajde në Francë. Unë më leverdisëm me ato me në. Vajta në Francë, ti sa vajta kja jo, unë gjoj mujnë e parë, presionin e si këto tjërë, edhe deri që të përzida, arritë deri sa më përzida. Të përzuri nga shtëpia. Por pse, çfarë ndodhi? Nuk funksionoi apo... Po se të se kuptojnë, që të shpikon se është për qeshur, dhe errit të bëte terror psikologjik. Të vjetë me të regu, bëte terror, kjo është më që të dhe kam kujtimin të burrit, këte kam kujtimin të atike, këte tim marrë gjë dritim. Unë në elektrishisa mi 20 euro të marrë gjithë, marrë gjë drita të lesh 6 muaj, të lesh në bezë. Ati edhe në Gjermanime që, zanati. Jo marrë faturë madhe, jo në di gjyshu ti e tërsi, jo ti më vjen turp nga ty se ti të ka marrë burë nga Shqipëria, në të shoqët, se kish shoqët e tu që nga hana erdhëm në Shqipëria erdhëm. Se erdhëm, 20 ditë para me, 10 ditë para me, ato që i kanë mos zgjutë, se kanë ardhë 10 ditë pare, nga këto gjamë. Këto ishin debatet, se janë qesharake, këto ishin debatet dhe shkaku që ti u ndave? S'to men, po të të bëte terror psikologjik, më thëmë më mirë të flenë, se që në trenit të të rjetë flenë. Dhe sa qëndrove? Qëndrove shumë pak, 1 muaj? 3 muaj, 2 muaj, 3 muaj, së manë. Dhe u ktheve në Shqipëri? Dhe plusëria me shpenzimet e mija, lekët kisha unë, dhe në nëzirë dhe filloj, të shketa të shikam këtu, jo më kam prejnë lekët, ti tersi, mi prejnë ato që ti të shteti, pa të pusin lekët, se ato të ko ishe pa punë. Po mi më kam këtu nësa të gjeri me punë të në fundë mas tej, po me unë dhe lekët, po ato e kapa, dhe shmë mi i ka bënë edhe 2 shava për të gjere ka e gjithë. Kjo kështë e di që belara duke qa shumë, po më gjitha mu për i sakë. Ti erdhe në Shqipëri, u vendose në Shqipëri dhe si vazhdoi jeta jote? Ka qenë diku viti 1995, me sa po kuptoj. Erdhe në Shqipëri pasi të punëtori, duke punu me rikusit. Por i ri ke qenë në vitin 1995. Pse nuk vendose të krijoje familjen tënde, të kishe një familje? Të thash pak më parë, se bëjmë çdo mohabet, çdo shuj, gjithë jetën të më largohet. Si ka që ti nuk të largohet që i fillim. Dhe të pish kafe. E në të thotë ti, është rruga për të ndarë, të jam të ndarë këtu, do ecëm një çik bashkë, në të nesër më së letë në gojë, duke që ti, edhe sot, edhe para viti ku më me si ka mundësi kërë. Të se, me lape bëjnë të si kërë. Po, të kishe rëndësi për mua. Nga viti 1995 dhe deri më sot ti nuk e lëvizur nga Shqipëria, ke jetuar këtu? Jo, kam lëvizur edhe herë nga mërzitje ka qenë, kam ikë në 2004 në duket, desha t'i në Itali. Po? Dhe bleva i pasaport rëmuna, aty më kapër në martëzi, bajtën 3 muaj në bruk, në fryrë për. E qartë. Dhe si ka qenë jetesa jote në Shqipëri, do me thënë, ti humbe babajin nga kjo jetë, që ngele vetëm me nënën, babai kur ndroi jetë, çfarë viti? Në 2002-shin. Në 2002-shin? Po. E qartë. Po, si punëtor, po do të krahasosh më tjerë, punëtor, unë ishe kualifikuar, kisha atë eksperiencë unë dhe ato lokalet e para ke blok, që kanë qenë që janë për para, ti duke bëja unë i bëja dhe vetëm pa inxhinierë pa punëtor. Dhe të një edhe hamarë isha në bëja dhe inxhinierë në punëtor, po me pagesër më të ullët, me më ashtu,
Ose kam punu ke shkollë italiane, ka qenë ajo që ke ligjeni, Po. 6 muaj punu aty, 6 janë pushë më punë. I dashur Arben, jetesa sot me nënën besoj është e vështirë. Me çfarë të ardhurash jetoni? Një vënas të to, një 13 vjet punës komunizmit, edhe që kam punu si një komismaras pension, plus e paguja 2 fishe dhe ujë që s'do të paguj fare, paguj edhe taksën ndërtesë dhe paguj 2 fishe. Pra, le të themi që ti nuk paguar sot, nuk ke një pension dhe jeton vetëm me pensionin e nënës. Po. Dhe kjo është një fatkeqësi dhe mua sinqerisht më vjen keq edhe për situatën në të cilën ndodhesh aktualisht, i dashur Arben. Por nëna çfarë thot? Nëna çfarë do të më kështu jeta, më ta skëçi po më ta më qelloj atë. Se ka dhe më keqë, më thënë, ka pas djerë në që gjajnë, nënës si kupton dhe këto dita si kupton, këto se tërgojë. Sot ti i shërben nënës? Po. Ajo ka zënë krevatin apo është në gjendje që ngrihet? Po do të shi bombitin të ngrihet. Ka zënë krevatin? Po. Është paralizuar? Jo është paralizuar, nuk shoj do të vjetë ka qenë në gush, po ma fjetë në 8 gush, dhe ta i rëzohë, natën ishe pun gripi, grip qenë të virozët. Rëzohë dhe bërë të saj, iku temperaturë, në iku dhe gjithë ko me rria një 10 ditë. Qa fatkesi. Edhe nuk u qohë më mësë. Do më qërë qërë që bje njerë këndronë dhëmë, të jesë se siel të u qërë ti. Por motra që jeton në Kanada të paktën të ndihmon për nënën? Më ndihmon shumë pak, edhe shumë. Gjithmonë, unë kam ndihmuar ku kam qenë ata dërge fare fisi edhe pak, do për nënën pak është ajo do vënë shumë më zero fare. Ja në këtë kohë nuk thotë që ke nevojë për këtë se po në këto disë jetoj si jetoj më parë. Tash duhet të bëj Coca-Cola, duhet të qumësh, të pije qumësh nga ajo puna e saj. Po qumësh nuk pije fare, kam tash pi me shishe. Po mjekët çfarë thon për nënën? Po që ti themi i thash, më tha do të gërë të lekë në shtator, jo, sillin janarit, për nënën, se për mua si kërkosh për sëngjët. Jo, mjekët çfarë të kanë thënë për nënën? Po si nuk mora doktor, pak mora dyrë, të atërë mora urgjetës që i lanë serum, ose vetëm vetë ati s'kishe më ta më tërgu faturën, e do analizat ta, jo, atë s'kam që i bërë. A flet zonja Zyra? Është në gjendje të flasi zonja Zyra? Po fletë më që për qatë do të flasish, do të verifikosh më? Jo, për ta përshëndetur. Se, faktikisht i puna jote ishte dhe ajo në fillim, me kërë fiksimet i orë jem të rezirë dhe për thot ti dhe shumë gjithë dhe i policia të të shkëjurit është. Kur thot ti e nëna imi dhe që ke fiksime e imi gjatë që më ka gjithë mujtë dhe vjene daj, jo, thot s'ke qene, po si e s'ke qene e unë po hermatisin ta, Mund ta marrësh telefonin dhe të flas dhe me zonjën Zyra për ta përshëndetur më së shumti Arben. E kuptoj që situata në të cilën ndodhesh je i vetëm dhe kujdesesh për të. Zonja Zyra, përshëndetje. Përshëndetje, gjithë të mira. Si je me shëndet? Çka? Të uroj jetë dhe shëndet. Faleminderit, gjithë të mirat edhe ty, edhe familjes tënde. Sepse po flisja me Arbenin dhe po më tregonte që je sëmur, këto virozat kanë bërë që të zësh krevatin. Së gjemi. Je sëmur, dhe përsa gjemi Po, kam një vit. O, më vin nga keq. Kam smundit syt, edhe kam këtë kërkona. Mirë, Kam një vit e sa. të përshëndes. Si kjo më bën në zhmet djali. Dhe më vjen mirë që Arbeni kujdeset për ty. Të përshëndes zonja Zyra, të përshëndes. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Arben. Në disish puna, unë së besoj tash edhe, unë së besoj, jo tani, po më ka gjithë jetën që së besoj njëri. Arben, nuk ta kërkova nënën se nuk besoja, jo, ta kërkova nënën zonjë Zyra për ta përshëndetur, për t'i uruar jetë dhe shëndet, dhe e pasha, e kështë zënë krevatin, uroj që të përmirësohet shëndeti i saj,
sepse e kuptoj që edhe ti e ke të vështirë, kujdesesh për të, për ushqimin e saj, për ta ndihmuar që të ndrohet, të lahet dhe është e vështirë dhe për ty. Dhe me sa po kuptoj, ti jeton vetëm me pensionin e saj. Po, e që ndimon nënën e motrë. Ata, kur jam qef që të gojnë një gjë. E thash në këtë kohë që jam keqë nësë birë më që të ati, thash që harkat më ujtë, po si që janë jetë mëse këtë dyqanë këtu më shkatë. Së këshat maj harkat, më së kretë që I dashur Arben, por çfarë ke menduar ti vetë për jetën tënde? Okej, 65 vjeç je, i rije. Jeta ime ishte i marrë përgjësi për ato, për në vetëm të më të kujdesim për ato së videt. A ke kërkuar ndihmë në për institucione? Në institucione nuk kam të qatë kërkos edhe ato të unë, thash edhe ato më vëjnë të fysh. Në taks në... Por, pse nuk e kërkuar ndihmë? Ti po kujdesesh për nënën dhe nëna juaj mund të përfitoj një kemp, përderisa ka probleme me shikimin dhe ti e kujdestar i saj dhe mund të merrni të ardhura. Pse nuk e kërkuar ndihmë? Nuk shkojnë për zyre, nuk kam të marrë, nuk kam varë disa herë se rëllatën e të shimë. Fatkeqësisht në Shqipëri ndodh kjo gjë, është e vërtet. Fatkeqësisht në Shqipëri ndodh kjo gjë, por ndoshta pas kuintave mund të flasim bashkë dhe të ndihmoj për nënën, për të përfituar ajo një kemp. Sepse ti je kujdestar i saj, ti kujdesesh për të, dhe pse mos ta marrësh pagesën? Duke ditur që jetoni dhe në kushte të vështira, do të duhej ajo pagesë. Nuk e du më nuk kam gjatë gjyshës tim, dhe gjyshë e me ka qenë motra lidem, të arritën një shpi me gjatë shtira, dhe nuk e përdojnë në vlajë të në që të marrë shpitësht. Po, kjo nuk është e drejtë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për Arbenin, por gjithsesi pas kuintave do ta ndihmoj për nënën, ndoshta ndonjë ditë do ta lë të ulem dhe për të pirë kafe, sepse Arbeni mund të ketë nevojë për një psikolog të këshillohet. Unë e thash që ai që në fillim para se ta ftoja në këtë live, e thash që ndoshta ka nevojë, por gjatë këtij live që fola gjëre gjatë, u kuptua gjatë që Arbeni ka nevojë për një mjek, ndoshta apo për një psikolog. Ai e tregoi jetën e tij, por çdo ngjarje e lidhte se të tjerët doni t'i bëni keq dhe këto frikrat e mëdha e kanë bërë që ai të rrinë në shtëpi ose të ruajtë dera e shtëpisë. Uroj që dhe motra e tij nga Kanadaja na ndjeki nga ky live dhe të kujdeset për vllajën dhe për nënën, dhe pse ajo është mijëra kilometra larg dhe ndoshta nuk e ka këtë mundësi, por u bë më e mira për Arbenin dhe për zonjën Zyra, sepse mundimës teksa e pash në pak sekonda që Arbeni na tregoi që kishte zënë shtratin dhe ndoshta jeta e saj është akoma më vështirë. Mirë, i premtova Arbeni që ta ndihmoj dhe patjetër që ta bëj këtë gjë. Ne kemi ardhur në fund të kësaj video. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore, histori reale, histori të dhimbshme që kanë nevojë për ndihmë dhe duhet që zëri tyre të dëgjohet. Faleminderit, deri takohemi nesër.